Mendoj që nëse nuk krijohet drejtësia, shteti ligjor dhe spaku nuk bëhet përfaqësues ose themeluesi, sepse me drejtësinë ne jemi shumë mbrapa, me institucionet të tjera drejtësisë, me prokuroritë, me gjykatat e thjeshta. Me spakun nuk bëhet themeluesi i një drejtësie të re si institucioni shtetit ligjor, shtetit së drejtës, jo si institucion ndëshkues, atëherë kjo do dështoj. Do ketë rezultat përkohshëm, i cili do përfundoj dhe do arrim pastaj aty, që do bëjmë ndryshimet kushtetuese, do i shkrim fare dhe do bëjmë si Rumania. Prandaj dhe modeli kroat për shkak është model shumë më i mirë. Është shumë më serioz, shumë i njerëzit duan parat, më shkruajnë. Po pra, njerëzit duan parat, njerëzit duan një drejtësia të funksionojë si drejtësi. Më fal, se dhe kjo është një ky është një keq kuptim. Po lepa se nuk do të diskutojmë. A do ta thresë Enkas vetëm ty? Po jo të thasësh mua, thjesht po të për këtë them dhe për mbledhjen e parave. Tani flasim për inceneratori. Inceneratori është sekuestruar teorikisht, dakord? Është sekuestruar. Po s'ka një incenerator, jo të sekuestruar. Ore, kompania koncesionare, po flasim për kompaninë koncesionare, e cila merr parat tona. Ore, s'ka vegle, asnjë vegël. Urdo? Se di ku shkojnë parat, e para. E dyta. Më lejo ta shpjegoj. Një sekondë, me që e deputet ta bëjmë pyetje dhe përgjigju. Keni u miratuar në parlament, nuk ti zvotove sigurisht se aty ishte votimi, ishte strategjia e re për trajtimin e mbetjeve në Shqipëri. E cila incenerimin e përjashton. Ne, pasi është miratuar strategjia e re, paguajmë akoma 28 euro për ton, sepse do incenerohet atje. Për sa i paguajmë? Po mirë, më fal, tani spaku e di këtë. Ka fajin spaku për këtë? Po ky është. Po duhet merrem me këto çështje, mos merrem me njerëz po informim. Kush ka informimi këtu? Po ta shpjegoj unë, do të më japësh 2 sekonda ta shpjegoj. 2 sekonda ta shpjegoj. Nuk është shumë e vështirë. Po zgjot ky apo ky o vëlla, kryetar tani. Unë as informova vetëm pyeta. Ti zgjedh kryetar zot apo ky tjetër. Unë nuk kam asnjë siklet. Unë po them atë që mendoj. Jo siklet, jo. Kush ka informimin? Keq informimi është ky i nderuar. Kompania koncesionare është pronë e shtetit shqiptar. Jo. Si jo? Po si jo, pa në thuaj ti si është atë. është pronar vetë? Jo. Po jo, se është konfiskuar. Nuk konfiskuar, sekuestruar. Nuk ka rëndësi, është në dorëzim, është e ka, ore më falë, parat që merë, atër me sekundë të lutam, parat që merë kompania koncesionare, një administratorit të caktuar nga kryeministri. Administratori nuk ishë pyetja e fundit. Janë pronarve parat. Nuk ka drejt administratori. Pyetja e fundit. Jo, një sekundë tani. Ka mundësi të bëjmë i serios e ndryshe bëjmë i qesharak. Ka mundësi të bëjmë i serios? Ka mundësi të bëjmë, jo, të si informën se ke ti. Tani unë po të shpjegoj që parat i shkojnë parot, por në s'di asgjë, ta themu që s'di asgjë në këtë rast. Se po bën thjesht dizinformim. Tani nëse duam ta bëjmë spakun, si Gogolin dhe fatkeqësia e këtij vendi, hajde vazhdo e bëhe. Po tani të mosh faktin, të mosh të vërtetën. Unë nuk kam arsye. Po lëre arsyet, ne po flasim, unë po flas për faktet. Ti tani po thua që parat, unë mos strategji, mos për strategji e medjeve, unë po të shpjegoj. Dhe dyta, jo çdo gjë që duhet thuash është akuzën e meje, mos e ke. Po nuk është akuzë, tani po s'mund të gënjejmë njerëz qytetarë në këtë mënyrë tani. Do të bëjmë populizëm akot. Do themi spaku. Spaku nuk e sekuestron parat. Parat edhe një herë, parat që shkojnë te kompania koncesionare, janë para që menaxhohen nga një administrator i caktuar nga kryeministri. Kështu që parat nuk shkojnë te pronarët, por shkojnë po nuk kjo është detaj që nuk ka rëndësi. Lexo ligjin ta kuptosh se ku shkojnë parat tek pasuritë e sekuestruara. Që po unim nivelin, po unim shumë nivelin e kësaj. Ne kemi kulturën ligjore. Vazhdo. Problemi është problem. Po nuk ka shaj, po nuk mund të gënjejmë njerëzit tani. Po nuk mund të gënjejmë njerëzit haptas tani. Po nuk mund të gënjesh, më vjen keq mua. Më vjen keq mua sepse ti nuk mund të gënjesh njerëzit në këtë farë mënyrë. Po i gënjen, ta them. Po i gënjen. Ore po i gënjen. Mos e ul nivelin e bisedës. Po i gënjen. Po nuk gënjej unë. Po gënjen çka me të. Se kjo po thosh e vërtet. Po ta them unë, në këtë rast po i gënjen. Jo mua agroni ti pa informuar. Urdo? Dhe ti duke qenë veti pa informuar, duke veti pa kompletuar me shumë gjëra. Po i gënjen. Po ta them unë po i gënjen. Dhe problemi është. Unë nuk as po të fyll. Paratë e qytetarëve shqiptar. Ti po e bën personale me mua. Po s'është personale, është fakt, çfarë them unë tani? Po është fakt. Po gënjej unë, po s'po gënjej më sot. Ore më fal. Ka mundësi tani të bëj pyetje. Kemë dot për sipër akë. Pyetjen e fundit. Ore unë ti se merr dot për sipër, se ti nuk e di as. Bëj një pyetje te situatën, ka qytetarët shqiptar po gënjen. Informacionin se ke. Kulturën kushtetuese se ke, dhe vjen thua mua gënjen. Tani ti aksident po sej. Atëherë, parat që po paguan shteti shqiptar, parat që po i paguan shteti shqiptar. Kam trajtuar mirë, bile me respekt. Tani
Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo është një nga ato fake newset që bëhet Qa fake news i mos e më shmanda, Spaku. jem mirë ti. është fake news është. Po jem mirë ti. Unë jam shumë mirë. Ti tasësh, ti je ignorant fare, ti që fare. Le të lutem. Ma bet koti. Ti që fare më. Kam gjithë një kohë mësoj dy koncepte s'di asgjë. Të lutem. Mirë, do mësosh Të ti lutem. mua. Po je ignorant valla. Të lutem. O, ju lidhja, Jo, po le. ti palachos apo... Jo, mos. Se tani Se ky- vazhdoj. Ignorant komplet Po jo, valla. jo. Ju lutem. Tani mbaron argumentat këtu dhe fillon nga shari. Që argumentet? Ej, po qetëso mos është turp. Unë po flas me argumente ti thua ti gënjen. Anton, Ka kush argumente që unë gënjen. Po i gënjen. Të lutem. Shkon çaj, çaj. Është fakt. Jo, ju lutem që mos e mbyllni këtë moment. Mjaft timorëve të korruptuar. Po më zonë një gjë, ik Mjaft lexon timorët një gjë. korruptuar. Lexon një ligj. Mjaft timorët korruptuarit ose del shumë kupton një gjë. keq. Por e del shumë keq. Se nuk bëhet në call center çdo gjë. Por e mjaft timorët Ik lexon, korruptuarit mëson del një shumë gjë. keq. Kaq. Mjaft timorët. Mëson një gjë, a bëson të paktën. Por e mjaft A dishim me këndim paktën, ta dim. Mjaft i mbrojtjet korruptuarit se A e lem tani këtë bisedë se nuk S'do shkon. shkemi këndim Tani se paktën. dhe Shkon, të lutem Anton. Anton, të lutem e lem këtu. E lem këtu, ju lutem, e lem këtu. Me korruptuar, ti i kapin call centrin, ja konfiskon call centrin qeveria, thotë jam unë i korruptuar. Qaj, se asnjë nga ju nuk është korruptuar. Ky është një problem. Po jo mërë se unë nuk e kuptoj, unë nga që e di që ai nuk është i kupton gjërat. Çfarë kupton ti ke? Dhe nuk do që duash E zerës Namia Sanqeres. E vetmi arsye pse duhet të dali në mbrojtjet korruptuarve Ju lutem. dhe kundër drejtësisë, unë shoh vetëm këtë, se nuk ka tjetër. Unë argumentet i pranoj, po kjo është gënjeshtër. Atëre, Çfarë është gënjeshtër është gënjeshtër. për vitin që vjen, pas 3 ditësh... Do më lejosh një kështu? Jo, sepse s'ka. Atëre, për vitin që vjen, unë kisha 2 pyetje. Opozita po përpiqet, Partia Demokratike njerëz protestë për drejtë tani nuk funksionon. Po dhe një pjesë tjetër, e rëndësishme. Pse nuk frymëzon Partia Demokratike apo thjesht këtu ka njerëz indiferent që nuk duan t'ia dinë. Është kjo. Populli një pjesë e mirë as nuk e çan fare. Po partitë e vogla çfarë po bëjnë? Apo ju do të prisni qeverinë të arrëzoj Spaku? Se Spaku një gjë unë e di me siguri. Spaku nuk e ndryshon dot Shqipërinë. Politika do të ndryshojë atë, shoqëria vetë do filloj të, siç ka ndodhur në gjithë botën. Instrumentat që krijohen, nga si Spakut, ndoshta mund të ndihmojnë dhe shumë, por ose do dhe një kohë shumë të madhe. Nga vim ne nga otomanët, ne jemi akoma atje, ndoshta do duhet shumë kohë për ne, për mua që po flas dhe për gjithë shoqërinë. Por ne ta bëjmë një bisedë më vete këtë them unë Erlind. Thoni nga dy fjalë të dy dhe ta mbyllim këtu. Unë kam shumë besim të populli shqiptar, të qytetarët. Emisionin një parë nëse dytin emisionin... Konsideroj faktorin Jemi bashkë. vendimtar edhe në mbrojtjet e institucioneve drejtësisë edhe në sjelljen e ndryshimeve që ne duam. Sigurisht, këtu ka një paradoks, domethënë që pavarësisht se korrupsioni luftohet, dhe po luftohet gjithnjë më shumë nga institucionet e drejtësisë, prapë korrupsioni është shumë i madh. Edhe sot që flasin vidhet, më kupton? Edhe sot që flasin vidhet me lopat. Pra, institucionet e drejtësisë kanë detyrën e vet, por na duhen rregulla të tjera, institucione të tjera.